OSB Odir ka publikuar sot raportin final për zgjedhjet e 11 majit, duke rihapur jo vetëm debatin mbi menaxhimin e zgjedhjeve, por edhe të situatës në Partinë Demokratike. Kjo e fundit dhe koalicioni i drejtuar prej saj, Aleanca Shqipëria Madhështore, pësuan një humbje të thellë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Diferenca mes demokratëve të Sali Berishës dhe socialistëve të Edi Ramës është mbi 30 mandate deputetësh në favor të PS-s, ose mbi 250.000 vota në favor të SMAIT-s. Berisha nuk i njeh zgjedhjet, duke pretenduar se u vodhën dhe u manipuluan. Përmes kësaj alibie i ka shmangur largimin nga kreu i PD-s. Kur largoi Bashën, Berisha ndryshoi një nen të futur prej tij, i cili i lejonte kryetarin të rikandidonte. Për të qenë më të saktë, është pika 846, ku vetë Berisha e ndryshoi. Në të thuhet, në rast se pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia nuk rezulton forcë fituese qeverisëse, mandati përfundon menjëherë dhe automatikisht për shkak të statutit. Në këtë rast, kryetarit që i përfundon mandati nuk i lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse për kryetar partie. Dhe ky nen që vetë Berisha e ka propozuar, miratuar dhe për cilin ka debatuar gjatë edhe me të tij për ta bërë pjesë të statutit, deri më tani nuk është zbatuar. Alibia e Sali Berishës dhe rrethit pranë ka qenë se analiza brenda PD-s për të përcaktuar përgjegjësitë do të bëhet pasi të dalë raporti i Odirit. Raporti sot doli dhe nuk ka ndonjë ndryshim nga ai paraprak. Odir ka gjetur pafund parregullsi, por ka edhe elemente të tjerë që e majt ai lexon pozitivisht. Tani që ky raport doli dhe debati i zgjedhjeve mbyllet këtu, shtrohet pyetja: çfarë do të bëj tani Berisha? A do të kemi një analizë për të ndarë përgjegjësitë? Pasi nëse vijohet me avazin se na i vodhën zgjedhjet, Ramën do ta kemi kryeministër edhe pas 4 vitesh. Zërat kritik janë shtuar, vetëm 2 ditë më parë Besar Xhaferi bërë një deklaratë fort. Ai u shpreh se retorika se zgjedhjet e 2025-s janë vjedhur duhet të vërtetohet nga Berisha, në të kundërt ai nuk mund të udhëheq me opozitën. Berisha nuk ka përsëritur zgjedhjet, kauza për farsë elektorale e tij duhet vazhdoj. Nëse nuk përsëriten zgjedhjet, Berisha duhet largohet nga drejtimi brenda 2026-s. Nëse nuk ikën Berisha, unë do të vazhdoj misionin brenda PD-s, por nuk do të bëj luftë brenda partisë. Kjo pasi përballja brenda partisë ka një lloj hierarkie, nuk është radha ime, u shpreh deputeti. Të shohim se si do të jetë situata në PD, por Berisha po e bën të qartë se nuk ka ndërmend të largohet. Në pranverë do të kemi zgjedhje për kryetarin dhe ai po e bën të qartë se do të rikandidojë. Madje sot hodhi edhe tezën e protestave, duke u dërguar mesazh kritikëve se fajtor është Rama dhe ai nuk ka pse të largohet.